Anche attenzione tek zona. Ky mund të jetë vërtet një moment decisiv i ndeshjes sepse i gjithë Chelsea ka zbritur tek zona, madje edhe David Luiz i cili nuk ka zbritur asnjëherë. Po me sa ty, këndotitje, vesh në rrjet, e pa besueshme, po është e vërtet miq, është e pa besueshme, është Drogba, Parasim, 1-1, ditje, Drogba, e prista po jo, ndodhi, Parasimi, e pa besueshme. Ky ishte një nga ato momente që sa po e tekstova, i gjithë skuadra Chelsea ndodhi brenda zonës së Bayernit minut dhe arrit të gjejë golin. Jo rastisht, por kishte hyrë në kohën e Chelsea-t, koha shtesësh, ajo që ka ndiruar gjatë gjithë këtij sezoni. Shieri golit, në të mjedin trekëndësh, në të majtë portierit, Thomas Müller, në të majtë portierit, është Didier Drogba me kokë të ty, gjithçka e barabartë në këtë sfidë tani. 2 minuta fundi, Chelsea 1, FC Bayern München 1. Nuk arrin dot Giroud, Boateng ka ndjek deri në fund markimin 1-1 që kishte ndaj Didier Drogbas dhe ndoshta pesha do të bjerë gjitha mbi të, mbi Giroud, Boateng në këtë mbrëmje, vetëm 2 minuta ka përfundimin. Çfarë emocionesh? Jemi në fund dhe nuk dihet se kur të kosë rregull, por nuk e dim se kur të jetë fundi kësaj mbrëmje. Topatovi. E pendosh që në fush,